FB TV. Kam vendosur të shpreh diçka me ju. Jam një grua 39 vjeçe. Kam një jetë shumë të pavarur, me një punë të qëndrueshme në një zyrë dhe jetoj e vetme në shtëpinë time. Nuk jam martuar asnjëherë. Kjo ka qenë një zgjedhje e imja, sepse me ka pëlqyer gjithmonë ta drejtoj jetën time ashtu siç dua unë, pa pasur nevojë të jap shpjegime apo llogari njerëzve të tjerë. Unë kam rrethin tim të shoqërisë, me të cilët kaloj kohën e lirë. Dhe një nga njerëzit e mi më të afërt është një shoqja ime që e kam njohur prej shumë vitesh. Ajo është pak më e madhe se unë në moshë, por ne gjithmonë jemi kuptuar shkëlqyeshëm. Kjo shoqja ime ka një djalë. Ai tani ka mbushur 30 vjet. Gjatë atyre viteve të para, kur ne filluam të shoqëroheshim familjarisht, ai ishte ende i ri. E kisha parë gjithmonë thjesht si djalin e shoqes ime, dike që përshëndesja shkarazi kur shkoja për kafe në shtëpinë e tyre. Por vitet kalojnë shpejt. Ai mbaroi studimet, gjeti një punë shumë të mirë dhe u bë një burr i vërtet. Kishte marrë atë lloj qetësie dhe sigurie në vetvete që binte menjëherë në sy kur fliste me dikë. Ai punon në fushën e teknologjisë dhe informatikës. E sa herë që unë ose nëna e tij kishim ndonjë problem me rrjetin e internetit në shtëpi, me kompjuterët apo me televizoret e rinj, ai ishte gjithmonë i gatshëm të na ndihmonte. Më thoshte vazhdimisht që të mos harxhoja lek duke thirrur teknik të tjerë, por t'i thërrisja atij. E kohët e fundit, kur ai vinte në shtëpinë time për të rregulluar ndonjë pajisje, bisedat tona kishin filluar që të zgjateshin. Pasi mbaronte punë, ai ulej në sallon dhe ne fillonim të flisnim për gjëra nga më të ndryshmet. Flisnim për punën time, për kolegët e mia, për ditën e tij si e kalonte e për shumë gjëra normale. Por unë kisha shumë kohë që e kisha kuptuar që ai më pëlqente. Kishte një mënyrë shumë të kujdesshme kur më drejtohej dhe një natyrë tërheqëse që nuk mund ta injoroja dot. E dija që edhe unë atij i kisha lënë për shtypje, sepse ai gjente shpesh pretekste për të qëndruar me gjatë. Erdhi një e enjte e vonë. Kishte qenë një javë shumë e lodhshme në punë. Isha në shtëpi e vetme dhe kisha vendosur të mos dilja askund. Bëra një dush të gjatë dhe vesha rrobat e mia më të rehatshme të shtëpisë. Dërsa jashtë po binte një shi i lehtë veror që i bënte rrugët e heshtura. Salloni im ishte i freskët. Kisha ndezur vetëm një dritë të vogël tek komodina, e cila jepte të gjithë dhomës një atmosferë shumë të bukur e të qetë. Televizori im po jepte një emision të regjistruar, por unë asgjë kisha mendjen aty. Kisha filluar të mendoja për te. E dija që shoqja ime kishte shkuar për të vizituar disa të afërm në një qytet tjetër atë ditë, e ai ishte krejtësisht vetëm në shtëpinë e tij, e ata banonin vetëm disa lagje me tutje. Ndërsa qëndroja aty në divan, vendosa që nuk doja të prisja më rastësi të tjera. Doja që ai të vinte tek unë atë natë. Unë ngrita nga divani dhe shkova pas televizorit të madh. Aty kishte shumë kablo dhe fisha. Gjeta fishën kryesore që lidhte pajisjen me sinjalin. E tërhoqa ngadalë me dorë, mjaftueshëm sa ekrani i televizorit të nxihej menjëherë dhe sinjali të humbiste. E lash fishën aty, pak të dalë nga foleja e saj, në mënyrë që të mos dukej
si diçka e hequr me forcë, e çdo gjë dukej sikur ishte prishur vetë. E mora telefonin, kërkova numrin e tij dhe i shkruva një mesazh. I thash që televizori mu fik papritur, nuk kishte me figurë dhe nuk po dija si ta ndizja. E duke qenë se ishte e njëjte, e nuk doja të rria pa parë diçka. Përgjigja e tij erdhi me një herë. Mos u shqetëso fare, më shkroi ai. Jam veshur dhe po marr makinën, e jam aty për 10-15 minuta. E lash telefonin mbi tavolinë. Kisha shumë emocione e unë e dija saktësisht çfarë po bëja. Pritja me dukej më e gjatë se ç'ishte në të vërtetë, megjithëse minutat kalonin shpejt. Kur u dëgjua zilja e derës, shkova me një herë për të hapur. Ai ishte aty, i veshur thjesht dhe po më shikonte. E i thash futu brenda. Ajo fut brenda, e la çantën e tij të lehtë aty pranë derës dhe hyri në sallon. Më fal që ta prisha Terezin në këtë orë të vonë, i thash atij, ndërsa po shoqëroja drejt dhomës së ndenjes. Ti e di që nuk jam fare e zonja me këto pajisjet e reja, i thash atij. S'ka problem, thaj, e zëri i tij ishte pak sa i dridhur, ishte i qetë, por e vereja që kishte emocione. S'ka problem, tha, për këtë punë erdha, dhe shkoj drejt televizorit. Unë nuk shkova pas tij, por ula përsëri në divanin tim dhe po e vëzhgoja. Ai mori pultin fillimisht, shtypi disa butona, por ekrani vazhdonte të mbetej i zi, e me pas ai ndezja dritën e fortë të tij për të parë më mirë dhe u përkul tek pjesa e pasme e televizorit. Qëndroi aty për disa momente, e dinte shumë mirë se çfarë po kërkonte dhe e dija që do ta gjente problemin me një herë. Fishat ishin gjëja e parë që ai kontrollonte gjithmonë. Unë e mbaja shikimin vetëm tek ai. E pash kur dora e tij gjeti fishën që unë e kisha liruar. Ai thjesht e shtyu atë në vend, e televizori lëshoi një tingull të shkurtër e ekrani u ndez me një herë, duke treguar ngjyrat e plota të emisionit që kisha lanë në mes. Drita e fortë e televizorit ndriçoi një pjesë të mirë të sallonit ton që e kisha vetëm një dritë të errët, e ai u ngrit në këmbë ngadalë, e fiku dritën e telefonit të tij dhe e futi në xhep, e nuk mori rrugën për të dalë dhe as nuk nxitoi të më thoshte që puna mbaroi. Ai u kthye nga unë, qëndroi përballë meje në mes të dhomës. Kjo fish nuk del nga vendi ashtu vetvetiu, më thaj. Ndoshta kam prekur pa dashje kur po lëvizja diçka për të pastruar, i thash qetësisht nga vendi ku isha ulur. Ai buzëqeshi. Ti nuk po pastroje asgjë sonte. Fisha ishte hequr vet pak fare sa për të humbur sinjalin. Më thaj. Biseda ishte shumë e qartë. Ai e kishte kuptuar saktësisht sepse e kisha thirrur të vinte deri në shtëpinë time atë natë. E dinte që televizori punonte shumë mirë dhe nuk kishte pasur asnjë defekt të vërtetë. Kishte qenë thjesht një pretekst nga ana ime, dhe fakti që ai nuk po ankohej për këtë gjë, por po qëndronte aty duke pritur, e ndryshoi plotësisht gjendjen mes nesh. Unë ngrita nga divani, i thash me kape. Nuk kam çfarë të gjej asnjë justifikim tjetër, dhe ju ofrova plotësisht pa nxituar. Ai nuk lëvizi fare, thjesht priti derisa u gjenda përballë tij. E kur isha përpara tij, e ngrita dorën time, pa i thënë asgjë, fillova t'ja ledhatoja flokët me dorë. Ai mbajti sy tek unë, me një qetësi që tregonte se ishte po aq i interesuar sa edhe unë, e me dorën tjetër ja hodha krahun mbas qafës së tij. Unë ngjita pas tij dhe e putha direkt në ato buzë të ëmbla. Ai e pranoi këtë gjë,
mu përgjigj me shumë dëshirë. Filluam që të putheshim për një moment, e pastaj ai e theu heshtin e dhomës. Më tha, nuk do t'i tregoj askujt që u puthem, më tha ai. Kjo ishte një përgjigje që tregonte se ai ishte i menduar për gjithçka, për mua e për të gjithë njerëzit që na rrethonin e për faktin që gjërat mes nesh kishin ndryshuar për gjithmonë që atë natë. Unë nuk i thash asgjë, përgjigjja ime ishte prap tjetër. E mbështolla sërish me të dyja duart e mia dhe fillova ta puthja përsëri, ndërsa ai mi vendosi duart pas shpinës sime. Putheshim, derisa në një moment, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.